Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku takohemi me historinë që tronditi ditën e sotme të gjithë popullin shqiptar. Një vrasje në Lesh, një hakmarrje në fakt. Një hakmarrje pas shumë vitesh nga një djalë i ri, i cili ekzekutoi një familje për vrasjen e të jatit të tij vite më parë. Në fakt kanë dalur detajet më të fundit, të rejat më të fundit rreth kësaj vrasje të këtij çifti, një çift që vetëm një ditë më parë kishte manifestuar një nga festat e besimit të tyre. Ishin një çift, sidomos zotëria në fjalë, do me thënë i ekzekutuari ishte një njeri patriot, do me thënë kështu shfaqeshte në rrjetet sociale, por ne kemi arritur të sigurojmë të rejat më të fundit në fakt se çfarë po flitet dhe çfarë është zbuluar deri më tani për këtë ngjarje. Një skenë e ftohtë dhune e përllogaritur në çdo detaj. Ka tronditur opinionin publik pas atentatit ku mbetën të vrarë Kreshnik dhe Gentiana Mujeci. Autorët e dyshuar, Florin Mohillaj, Adriano Mohillaj dhe Renato Mohillaj, nuk u fshehën pas maskave, por u shfaqën hapur, të vendosur, në një akt që sipas hetimeve mbante brenda një urrejtje të akumuluar prej vitesh. Me thënë, ka qenë një inat dhe një hakmarrje e akumuluar ndër vite ndaj kësaj familje. Sipas të dhënave, gjithçka ka zgjatur pak më shumë se 1 minutë. Minutë e mjaftueshme për të marrë dy jetë dhe për të rikthyer në sipërfaqe një konflikt të vjetër. Do me thënë, e gjithë vrasja nuk ka shkuar shumë gjatë. Situata ka qenë aq e përgatitur sa që autorëve të krimit u është dashur vetëm 1 minutë për ta përgatitur të gjithë këtë ngjarje. Në pamjet e sigurisë, autorët duken të qetë, të koordinuar dhe të vendosur, duke vepruar me një gjakftotësi që flet më shumë se çdo motiv i deklaruar. Hetimet tregojnë se atentati nuk ishte spontan. Me thënë, atentati ishte i mirë përgatitur. Një automjet i tipit Audi A4 në pronësi të Adrianos kishte ndjekur më herët lëvizjet e Kreshnik Mujecit, duke e mbajtur nën vëzhgim. Do me thënë, lëvizjet e Kreshnik Mujecit janë ndjekur gjatë gjithë kohës nga një Audi e tipit A4 në pronësi të Adrianos, i cili ka bërë për ndjekjen e Kreshnikut për çdo lëvizje që Kreshniku ka bërë në qytet dhe jashtë asaj. Më pas, një tjetër mjet i tipit Volkswagen, pa targa, i ka prerë rrugën çiftit duke e kthyer rrugën në një skenë ekzekutimi. Do me thënë, makina Volkswagen ka qenë makina e cila e ka prerë rrugën e çiftit. Breshëritë e plumbave nuk lanë hapësirë reagimi. Sulmi ishte i drejtë për drejtë, i shpejtë dhe pas asnjë hezitim. Me thënë, gjithçka ka ndodhur për brenda 1 minutë. Me ekspertizën që po bëhet është zbuluar se çdo gjë ka ndodhur brenda 1 minute. Një veprim që sipas burimeve hetimore lidhet me motive hakmarrje të hershme mes familjeve, që në kupton, familja Mujeci ka vrarë të jatin e njërit nga të dyshuarve. Në prapavi qëndron një zinxhir ngjarjesh, dëgjoni mirë tani, të dhunshme. Renato është djali i Genc Mohillit, i vrarë në vitin 2016. Do me thënë, Renatoja, djali në fjalë, që dyshohet që ka bërë atentatin, është djali i Genc Mohillit, i vrarë në vitin 2016, ndërsa Adriano dhe Florin janë nipat e tij. Janë nipat e Renatos në këtë rast. Nga ana tjetër, viktima Kreshnik Mujeci dhe familjarët e tij janë përmendur si të dyshuar në një tjetër vrasje
të lidhur me këtë konflikt. Do me thënë, ka patur dyshime që kreshniku dhe familja e kreshnikut kanë kryer këtë vrasje. Do me thënë, këto janë detajet më të fundit rreth kësaj ngjarje. Bëhet fjalë, do me thënë, për një hakmarrje. Një histori që duket se nuk është mbyllur kurrë, por vetëm ka pritur momentin për të rikthyer me të njëjtën ashpërsi. Aktualisht 3 të rinjt janë shpallur në kërkim, ndërsa kontrollet e policisë në disa ambiente nuk kanë dhënë ende rezultat. Do me thënë, të rinjt kanë bërë aktin e vrasjes dhe më pas janë larguar nga vendngjarja. Do me thënë, bëhet fjalë për një histori të vjetër, ku të dy familjet kanë patur probleme thelbësore, nga kjo që në fakt po përflitet deri më tani, dhe të dy familjet kanë patur luftërat e tyre, ndoshta në mendje të mbyllura, por gjatë gjithë kohës të ushtruara shpirtërisht që ne duhet të akmerremi ndaj kësaj familje. Do me thënë, nuk ka detaje akoma, në qoftë se të dy palët kanë patur kërcënime të njëpasnjëshme apo të vazhdueshme gjatë viteve, apo thjesht ka qenë një situatë e heshtur dhe nuk është folur asnjë gjë, jepen shumë pak detaje për këtë rast, por do me thënë autorët të cilët dyshohen, do me thënë akoma nuk është shpallur vrasësi, jemi akoma në dyshime, autorët të cilët dyshohen që mund ta kenë kryer këtë vepër janë në kërkim, ndërsa policia vazhdon akoma duke hetuar rastin. Dhe derisa rasti është në hetim, normalisht edhe gazetarët nuk mund të bëjnë deklarata të forta dhe nuk mund të japin deklarata të cilat akoma nuk janë të verifikuara nga policia. Do me thënë, pritet moment në moment që policia të del me një deklarat rreth rastit, rreth situatës se ku ka arritur dhe përse ka ardhur kjo vrasje dhe çfarë në të vërtet fshihet mbrapa kësaj vrasjes. Edhe pse në fakt janë bërë fotografi të ndryshme, do me thënë edhe me djalin i cili dyshohet që mund ta ketë kryer këtë vepër. Fatkeqësisht kemi të bëjmë me një histori kanonike që jetojmë në vitin 2026 dhe ne në asnjë mënyrë nuk duhet mbështesim kanunet, por duhet i ulim gjakrat, duhet të falim gjërat dhe të mos vazhdojnë këto rrugtime, sepse këto janë zinxhire shumë të këqija, nga hakmarrja në hakmarrje vetëm humbim njerëz edhe nuk bëjmë asnjë lloj zgjidhje. Policia është duke verifikuar rastin, familjarët në këtë rast kanë qëndruar të gjithë të heshtur, nuk ka shumë detaje nga familjarët, por unë uroj që të bëhet më e mira rreth kësaj ngjarje, një ngjarje në fakt që ka tronditur të gjithë popullin shqiptar.